Fund dramatik në duelin mes Shkëndijës dhe Jagellonjas, ku qezinte trenerit Jeton Beqiri ishin duke udhëhequr deri në minutën e 99, teksa fati nuk ishte me ta për të arkivuar 3 pikët. Liri Dojnë Latifi shënoi pari me kokë në minutën e 49, ndërkohë që polakët barazuan shifrat me Lozanon, që shënoi në aksionin e fundit të sfidës në minutën e 100, duke bërë që dueli të mbyllej me rezultatin 1-1. Edhe pse Jagellonia mbeti me 10 lojtarë në minutën e 96 pas daljes me karton të kuq të Imaz, tetovarët nuk arritën të menaxhonin siç duhet këtë epërsi numerike, duke dalë nga fusha me vetëm 1 pikë. Pas 3 ndeshjeve të luajtura, Shkëndija ka arritur të sigurojë 4 pikë, duke u renditur në vendin e 21 të Conference League.